Pak para takimit me krerët e politikës në Tiranë, Federica Mogherini, përfaqësuese e lartë e Bashkimit Evropian, ka dhënë disa mesazhe të forta për politikën shqiptare. Në një opinion për Panorama, ajo thekson se jo vetëm zbatimi i reformës në drejtësi, por dhe asaj zgjedhore është vendimtare që vendi të ecë para në udhëtimin drejt integrimit, vendi debatit politik dhe zgjidhjes mbetet parlamenti. Zbatimi jo vetëm i reformës së drejtësisë, por edhe i reformës zgjedhore në Shqipëri është vendimtar që vendi të ecë përpara në udhën e tij të integrimit në Bashkimin Evropian, por dhe për të garantuar zgjidhje të besueshme dhe demokratike. Nxitja e këtyre reformave është detyrë e brezit tonë. Nëse duam të japim rezultate të dukshme dhe të prekshme për qytetarët tanë dhe të përmirësojmë jetët e njerëzve, duhet ta forcojmë bashkëpunimin tonë sot, jo nesër. Do të flas në parlamentet kombëtare aty ku ende nuk kam patur rastin ta bëj. Ajo është qendra e çdo demokracie, ku politikbërësit duhet të tregojnë përgjegjësi dhe të përmbushin nevojat e qytetarëve të tyre. Për shefin e lartë të Bashkimit Evropian, reforma në drejtësi hapi një fazë krejt të re në udhën e vendit drejt Bashkimit Evropian dhe se tashmë ajo pret të shohë zbatimin e menjëhershëm të saj. Një kritike ka ajo dhe për klasën politike në vend, që ka zhvendosur interesat e qytetarëve. Debatet politike shpesh kanë zënë vendin e ndjekjes së interesave të qytetarëve. Premtimi për kushte më të mira jetese nuk është ndjekur gjithnjë me progres të vërtet dhe të dukshëm. Do të vizitoj universitetet dhe do të dëgjoj frustimet dhe shpresat e të rinjve të Ballkanit. Vizioni i tyre është thelbësor për t'i dhënë formë të tashmes dhe të ardhmes së vendit, të lirë nga paragjykimet dhe armiqësitë e së shkuarës. Siç shpreh zyrtarja e lartë europiane, secili prej 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor ka identitetin, sfidat dhe aspiratat e veta, por po ashtu thot ajo, bashkëpunimi, dialogu dhe pajtimi kanë një ndikim të mundshëm si mbi jetët e përditshme të qytetarëve, ashtu dhe në udhën drejt antarësisë së Bashkimit Evropian në mbar rajonin.